po flasim për çështje që i kam afër zemrës, faktikisht janë gjëra që jo vetëm që i kam studiu profesionalisht, i kam praktiku edhe në punën time profesionale në vende të ndryshme të botës me njerëz të ndryshëm. Kështu që e kuptoj impaktin që çfarëdo që ne bëjmë, impaktin në njeriu, pra në conscious apo subconscious mind, në mendjen apo në dijen e njeriu edhe normalisht në shëndetin e njeriu. Çdo intervenim që ne bëjmë si profesionist, si arkitekt, si urbanist ose si vendimmarrës, si kryetar komune, kryeqyteti etj. Ka një impakt, edhe impakti asnjëherë nuk është neutral. Pra ato që bëjmë, ose është pozitiv, pra ka impakt pozitiv në shëndetin e njeriut, nëse marrim në ndërlidhshmëri me njeriun, edhe ambientin, domethënë edhe gjithë kontekstin, pra ose ka impakt pozitiv ose negativ. Asnjëherë nuk është neutral. Edhe po me siguri ajo ndjeshmëria e jote personale, për shembull, në relacion me kontekstin ku punon, ku jeton, ku vepron, ku e kalon kohën edhe në hapësira publike, ka një farë frekuencë, një farë vibrimi, një farë ndjeshmërie, edhe njerëz që e përdorin, janë më të hapur edhe përdorin trupin e vet, se trupi jonë faktikisht në farë mënyrë është si një tool, si një mjet për me i mat këto ndjeshmëri, këto vibrime, frekuenca etj. Është faktikisht impakti është i përhershëm ndaj trupit tonë. Pra në aton kohën jemi të bombarduar me këto frekuencat, vibrimet gjatë edhe prej momentit ku zgjohemi faktikisht edhe duke fjetë në ambiente ku jemi duke fjetë, po posaçërisht kur dalim edhe interaktojmë me botën, me njerëz tjerë. Duke i pas parasysh gjitha këto aspekte, pra edhe tash me ndërlidh që çdo gjë është energji, çdo gjë është ashtu frekuencë, është vibrim, në aspektin e quantum theory, në aspektin e fizikës, ku edhe për shembull në aspektin e nëse shkojmë edhe i shikojmë ato, pra çdo gjë është i përbëm prej ato finite elements, pra fillon prej energy field, prej vibrimeve që masanej transformohen në një moment në masë, edhe nëse fillojmë me avon emrin masës, quarks apo neutrinos apo atoms, apo gjitha ato interaktojnë njëna me tjetrën, edhe kjo që krijohen për shembull from atoms to molecules, from molecules to cells, from cells to organisms, from organisms to bodies, and so on and so forth. Pra kur ti merr parasysh gjitha këto elemente, mund është ndoshta me ardhë deri te një definicion se ne nuk krijohemi në human beings, në njerëz, po bim në këtë formë edhe në këtë behavior. Pra në formë dhe sjellje. Domethënë bim në atë formë dhe sjellje. E kur të marrim parasysh që na bim në këto forma dhe sjellje si rezultat i elementeve me të cilat interaktojmë, ndërlidhemi çdo ditë, every day, in our everyday life, në jetën tonë çdo ditore, atëherë shes çfarë impakti ka hapësina, natyra ku ne jetojmë në atë që ne jemi, kush jemi, si ndihemi, çka besojmë edhe si e jetojmë jetën tonë. Edhe pra duke marrë parasysh këto elemente, shet që intervenimet tona në hapësina urbane, pra në qytet, kanë rëndësi shumë të madhe. Edhe strategjia e jonë, e imja për transformimin e Prishtinës, i merr parasysh gjitha këto elemente dhe intervenimet të cilat ne kemi propozuar, për shembull, për zgjerimin e hapësinave publike, e shetitoreve, bulevardeve, e kanë atë mendësinë ose behind them, pas tyne është gjithë kjo knowledge, kjo teori për me pas impakt pozitiv në jetat tona
çdo ditë.